Në këtë qytet e në këtë jetën tonë të vogël, ka shumë gjëra që i marrim për të mirë qëna, po ka një gjë që marrim më të mirë qënë se gjithçka tjetër. Ajrin që thithim. Jo se nuk kemi dëgjuar për mungesë ajri, kemi dëgjuar në televizor nga alpinistët që ngjisin Everestin, që flasin për mungesën e oksigjenit në majtë të botës. Por askush nuk flet për mungesën e ajrit poshtë. Atje ku zbret minatori, ai që thith pluhur, jo oksigjen, që nuk e bën për sport as për sfidë personale, për nga që nuk ka zgjidhje tjetër. E pra, sot në Tiranë, ne jemi shumë më afër ajrit të minatorit se atit alpinistit. Më kujtojnë çarçafët që varën në mes të qytetit disa aktivistë para disa vitesh. Ishin të bardhë kur i varën në sheshin Skënderbej. Brenda 2 ditësh u bën të zinj. Dhe ne i pam, bëm një wow. Pastaj vazhduam rrugën. Po mu shkritona, i keni parë si janë? Ato nuk i vendosim dot në bulevard, nuk i ekspozojmë dot si dëshmi. Dhe ndërkohë vazhdojmë të thithim ajrin që vret. Ky ajër nuk bën dallim, e thith unë, e thith ti, e thith edhe ai fëmia i pafajshëm që luan në obor, edhe ai prindi që voton me kompromis për përfitimin e vogël. Në dëm të qytetit, në dëm të vetes, në dëm të fëmijëve të vet. Ti mund ta shmangësh ushqimin e keq, mund të zgjedhësh restorantin, mund të mësosh të bashkëjetosh me kullat e betonit, me mungesën e gjelbërimit, mund ta blesh ujin tër jetën, mund të adaptohesh edhe me trafikun që të çmon. Po ajrin nuk mund ta shmangësh. Jo në një qytet ku ke ngritur jetën, ku ke bler shtëpin, ku ke punën, ku fëmijët e tu luajnë në rrugë. Ti mund të bësh sikur nuk e sheh se çfarë thith. Po a ke kurajë të bësh sikur nuk sheh çfarë ajri po thithin fëmijët? Fëmijët e tu. Unë dua që cilësia e ajrit të ndryshojë, ndoshta e do dhe ti. Por për të ndodhur kjo, duhet të ndryshojë mënyra si ky qytet keq trajtohet e keq menaxhohet, bashkë me ajrin e tij. Prandaj unë e kam me ty, njeriu e kompromiseve të vogla. Do të vazhdosh kompromiset e vogla, paratë e vogla, marifetet e vogla, përfitimet e vogla, apo një herë në jetën tënde do të ngresh zërin e do të kërkosh ndryshim. Sigurisht nëse mushkëria jote ka ende fuqi të bërtas. Bërtit, sepse ajri që vret s'është më problemi as kujt tjetër, është i yti.